Telefoni i kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është kthyer në një burim alarmi për qeverinë, drejtësinë, bizneset dhe diplomacinë. Pas ditë shkurtë, zhvillimet e fundit tregojnë se hetimet kanë zbuluar të dhëna të reja dhe të papritura. Megjithëse Veliaj nuk është penduar telefonit i tij, duket se po flet në mënyrë të pashmangshme. Në listën e materialeve të sekuestruara përfshihet dhe një numër telefoni për të cilën janë bërë kërkesa për lirimin e tij, por gjykata i ka refuzuar. Ekspertiza të dhënave në pajisje kanë nxjerrë në dritë një mori komunikimesh që lidhe me çështje të ndjeshme përfshirë politika të larta, tenderime publike dhe mbikime me vendime institucionale. Dokumentet e zbuluara mund të përfshin urdhra politik të kryeministrit Edi Rama, si dhe ai për shëmbin e teatrit kombëtar, ndikime mbi tendera, ndërtime mbi projekte të financuara nga fondet publike. Ka dyshime për biseda dhe figura të ndryshme përfshirë biznesmen, ambasador dhe individë përfshirë në sistemin e drejtësisë. Hetimet mund të zbulojnë gjithashtu praktike të pastrimit të parave përmes lejes së ndërtimit, si dhe transaksioneve në banka vendase dhe të huaja. Telefoni Veliajt mund të nxjerrë në palë lidhje të tij me grupet e fuqishme të biznesit, vendikimin e tyre në administratën publike. Ky zhvillim ka tronditur jo vetëm qeverinë dhe politikën shqiptare, por dhe komunitetin ndërkombëtar. Me kalimin e kohës priten zbulime të mëtejshme që mund të përfshin emra dhe institucione të tjera. Siç do të thoshte Rama, nuk keni parë gjë akoma. Audio Jungle.